informacion, do të ketë ndonjë lëvizje apo ngjashëm? Në mëngjes Ben, jo nuk do të ketë lëvizje. Dihet që pa një marrëveshje politike vetëvendosja nuk i ka numrat, po siç e deklaroi dje edhe Albulena Agjiu dhe zyrtarët e vetëvendosjes, këta nuk kanë shumë interes që ta formojnë qeveritë, sepse pa një marrëveshje politike realisht as nuk do të zgjedhet kryetari i kuvendit, as nuk do të konstituohen institucione të tjera, kështu që do të jetë një seancë 2-3 minutëshe, asgjë më shumë, pra një përsëritje, nëse zgaboj është seanca 27, domethënë 27 tentime, edhe rezultati është i njëjtë sepse s'ka ndryshuar asgjë. Pra nuk pres asgjë nga kjo seancë. Mirë, nëse të mund ta dëgjojmë se çfarë thotë. Qërë policia, hajde një deputat. A je mirë? Mirë, hamderi. E këto men me ju më qelë me një fjongë dhe mos me lënë me dalë deri sa të mirë në vesh. Po s'besoj që mos më qelë. Nuk arme jam. Nuk besoj, sa është puna jote? Nuk është jo si qytetar, bashkëpuna jam është me lyp përgjithësi për temi për tjetër, po më thonë me bashkëpuna jam me fjongë si simbolik, bashkëpuna jam është. Bashkëpuna jam. Po komunikon me secilin prej deputetëve Koci. Drenora do të ketë sukses Koci në këtë përpjekje për t'i mbyllur deputetët. Po duket një akt që tam i shprehjes së pakënaqësisë, kogja i lezetshëm edhe pse në fakt nëse vazhdon me gjuhën pak të vrazhtë edhe t'i ketë kundërshtime siç e pat me deputetin e PDK-s zotin Qalaj, nuk do të jetë shumë nashta atraktive për